tjetrën e përqa fove, tjetrën e përqa fove. O më harrove, tjetrën e përqa fove, tjetrën e përqa fove. Zonja Zotrin, ka të ndëruar mirë mbroma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe të juajin në Odon. Mirë mbroma na e? Mirë mbroma mirje. A je mirë? Mirë shumë. Mirë mbroma të gjithëve, mirë mbroma Kosovë, mirë mbroma Shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, këtu në spektaklin tuaj, këtu në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur në Odeon. Jemi bashkë me këtë scenografi, për glamur, që është dorë vendore, që për këtë krenohemi, e mrekullohemi. Jemi këtu bashkë të gjithë, edhe ne, edhe publiku ynë, edhe telespektatori ynë, kudo që na ndjek, bashkë në Radio Televizionin 21. Nëse
nuk të mbjell shpresë, atëherë nuk do të korrish as fitore. Thonë se jeta fillon në moshën 15, 20, 30, 40 vjeçare. Në realitet, mosha jote më e mirë fillon atëherë kur ti e ke vendosur të jetosh. Nuk e lun topi. E bukur është që ti të jetosh edhe e rëndësishme është që të jetosh dinjitetshëm, të jetosh me parime, të jetosh me qëndrime dhe me vendimet tua. Javën që shkoj, Mirje, Gramos, përshëndetje Bendi. Javën që shkoj kemi pasi koncert jashtëzakonshëm në Lienc dhe mrekullosh kur shkon kudo në përbot sepse atje gjen konglomeratin apo atë mozaikun gjithë shqiptar, prezencën gjithë shqiptare, gjithandej, që nga Kornispoli e deri në Bajgor, këtej që nga Prespa, që nga Ohri, Struga, Gostivari, Dibra, Tetova, Shkupi, Kumanova, e Presheva kështu, e ndjen, e shijon edhe knaqesh në përgjithësi. Unë do të falenderoja nga zemra gjithmonë Naimen, Adrianën, familjen Gashi, Enverin, Trimin, Besin, edhe patjetër që do ta falenderoj edhe Ali Ahmet Gradecin, po i thomun për një pronar i një restoranit mrekullueshëm. Faleminderit gjithë. Faleminderit shumë, me vërtetë ishte një periudhë kohore që ne shijuam dhe u kënaqëm me ju. Shqyqyr Zotit e që egzistane. E bukura është që komuniteti ynë vazhdon të frymoj me dashurin më të madhe për atë dheun. Edhe me përkushtimin më të madhe për atë dheun. Edhe me premtimin se do të vim sa më shpejt në këto ditë të pushimit, biles po na pritet që të vim në Kosovën tonë të dashur, edhe na ju mirëpresim gjithëve. Kraha! Jemi falenderu gjithmonë për ata që janë suporti ju një fuqishëm, mbështetja ju në mirë, sponsorët tanë, sidomos për sponsorin tonë general që po ndërton një qytet modern, që quhet Park Residence, shumë afër qendrës së Prishtinës, e realizuar mrekullisht, me standardet më të larta botërore dhe duke ofruar mundësit më të mira që ju të bëheni me kul mbi kuk, me banes, me shtëpi, park, rezidencë, realizuar nga Berisha Group Prishtinë. Mos harroni se neve çdo javë kemi edhe përbajtje të produkteve, këtu e kemi prezencën e një kompanie që na bën krenar vendore me prodhimet, me dhjetra prodhime, përmenç nuk i di se i kanë shumë lloje, mua që kam pëlqen më së tepërmi tek ta, vazhdoj kështu me qenë adhurus. S'kam qenë adhurus i plazmave, i përsheshit, po! Amo tash me sempre bëj përshesh. Liri, Prizren! Do të kemi sonë të shumë shka mirje, do të kemi debate, humore, këngë, do të kemi gjërat të veçanta në këtë javë, e cila sa ishte bukur, sa po na sjell pranverën, sa po na sjell ngjyrat, besa na ka sjell edhe dhëmbje, por neve le të ecim me spektaklin ton, do të shkojmë tutje me humor, më pas marketing dhe do të kthehemi së bashku me ju. Përshëndetje era. Po jam kallëzoj disa thonje të vjetrit që i kena përjetu më herët. Gjëja me bukur njet është puna e përzine me dashuri. Gjysa botës knaqet të fol keq për gjysën tjetër, kurse gjysa tjetër knaqet të ingu. Thot që ai që s'ka bo as një gabim, kur njëherë s'ka pravu diçka të re. Pikrisht, kë njeri ka bo gabimin më të madh. Nëse i dhomin kom, martohuni. Sepse për 3 muj, gruja të fol të vesh, plap, ja ba kryt për rreth. Dhimta pikonve ju shkon të kryt në altu. Edhe e zgjidhni problemin. Nëse nuk keti këtë, qirin jo, se u knaqen të fitu gjenja pare. Qyra po bënë? Nëse Facebookin se ki sigurune me numër dhe me email, siguroje, se ka thejnë për të hakajshi. Nëse lyp grut për kryne, për qefja, ashtë që shki qef vetë, pa behone, shkableje një paket sapuna. Nëse tutës që për të rëtë gruja, ki kujdes se nuk e ki keq. Fjales, hajtë se do të bëhet mirë,
mos i besoni, se kjo fjalë gjysës dyjas ja ka kojt nonën. Fjalla digërin, shqiptar shumë i kalon për mropa. To bonaja ka 3 munje për uda. Te Gjermani, për 10 minuta nej, dohet me ba termin 3 muj për para. Fjalla burni e ka një lamsh budallak për mas. Aj që nuk e ka grun e bukur, ditët i ka veç numër. Aj që e ka grun e bukur, gjithmonë tutët se pjak qiu dikush. Dohani dëmë të nësërizisht shëndetin. Dohani mas shumë t'i pihet në fukarallak. Kur më stoj se ljopa jeme s'ka hamar lastik. Sepse ljopa në shune edhe gruja punsune s'ka garanti. Nësene i ki me gru. Ja do t'me vet, ja do t'me ngu. Në këmore, e qëj grunë me linë spital. Nuk ish pas motra medicinale hiq, dull një mashkët tha hajde eran, bire grunë. Që dejke me shti këmora grunë, ndull mashkët nuk dejke. Ti tha da me këqyrë, tha po one. Tha jo kur tha s'prenej. E veti mjeki tha janë, tha he. A ki qika, tha po. A i ki qurë shkollë, tha ju. Me pasu tha qika në shkollë, sot tha së kishar rani mu me ta këqyrë grunë. Shtine grunë solë. Në të shpi ku vetën veç burat, në të shpi ka budallak. Kush nuk ju besën se hirëm, që ato e kapin mas shumëti. Kush thët se nuk jam budall, duhet mja boni kontrol. Kush thët se jam i meqëm, duhet mja bo 2. Kush e zjedh mesmen, ka simptomat menqërish. I shka shku një lyps, në lap, me lyp, dul një gru të dera. Aman më tha, ti bacis, shka të ka qilu, shka të mujsh me në lo, me bora Ahmet. E vete e bacica tha, jaran tha he, dhe so kila mund mi qu mas shumëti. Tha den 50 cila me lu. Tha es ta shka grahe bëthë se punë. Shtu që ata që mu një qojnë 50 kila, nuk e kanë për detyrë me dalë me lyp. Me ka që ju përshëndet jarani, shifvi. Jemi këtu bashkë me artistin e këngës Zotëria Jup Regjen. Mirë se erdhe Jup. Mirë se gjejnë. Si je? Po mirë, mirë të mirë. Familja mirë, vetë mirë. Po krejt mirë. Në Londër? Po në Londër. E Jup Regja. Po. I rimanistës, pe rimanistës Prishtinë, Ishtë di pe argondonë. Prishtinë në Londër. Edhe londinez pastaj. Po, jo, bashkë londinez, veç afërsisht. Mirë, problemi është njeri 1 milion me i bo, se të nëj... Hiç, kurgjësisht. 5 fare mos. A, besë mos mu lodhë ma me menuas me... Naim, unë që Njajt. i jep shazar, bom, kurgjësisht. Njëri. Si milioner, prap një macchiato për të. Mirë, a ma bukur kur u konë Prishtina lëqe, kaldrëm me... Ato kopshte e lule kështu në saksie që a kemi mujt, a sot në Londër që e keni kopshtë shumë bukur me plot lule me... Se di, na even këto kom thonë zi sa herë, po e thome edhe thash. S'ka me lëq toni, mre. A, të pëlqen këtu, a? Jem sune këtu. Po qusha është punu i ri që kjo puna, qka? Unë 2 ditë kur vi, 2 ditë kur vi. Po? Nduket pak, edhin, një me se pak pluhen ka. Mas nej, ma jobre mu, shpirtim knashit këtu. Oksigen është për mu Kosovë. Oksigen, edhe pse këtë pluhën e ka, s'ka... Ma qëfar, hiç 5 fare si jep, hiç. Shtohet jeta? Shtohet jeta, jo për këtu shtohet ymri, bre? Si shtohet në gërbet, edhe kësha pas të një dojtu një kamere të las në kredi, por rinis tonë, ju lutëm, nëse dhe do një medalë, veç shkoni studioni krynë e fakultet një këtheo se ti s'ki jetë lumë të, kur jetë lumë të në gërbet s'ki me pas. S'ki me pas, po ta garantoj me jetë. Ka shumë e bukë. Jo,
Këto Mirë, kanë ju provu- çfarë do të më bëj? A do të më hap fronte punë me Po normal. me kultivuar dashurinë për vendin, Qëre, me kultivuar edhe ndjenjen e ndërmarrësisë, mos me prit veç me të puncu dikush, me puncu vetveten. na jem po, këtu në Kosovë ka punë sa dush, veç a don me punu. Unë e Vërtet? pe shoh kreta në kohën s'po gjejmë punëtor, s'ka punëtor. S'po don kërkush me punu. Ja, me dash duan se shqiptarët punojnë gjithandej. Ama po, Do të gjetet modeli me arrit rrogat, me pas sigurime, me pas do më thonë, edhe pastaj njerëzit do të punonin. Nuk guxoj me i gjykue që nuk punojmë, se tjetër që shqiptarët punojnë kudo në përbot. ma mërë menja se diaspora shumë e interesuar me investu edhe ma shumë këtu. Aha. Por diaspora dënë siguri. Se çdo njeri që atje fiton, na im është mund për me fitu me bo diçka. Edhe me ardhë që ato që e ka fitu krejt me investu këtu, po të regoj që është dhim, që me thonë është, do të me raskirat shumë e njeri, apo këtën. Edhe kur vjen këtu nuk ka siguri, s'ka shëndetësi, nuk ka gjykat, apo këtën, se siguria është ajo. Edhe pritojnë me investu. Si për ndryshe, si të regulohen qëto, po tepi besën që këtu ka me lulëzu. A keni banesë 2-3 në Prishtinë për vete, për fëmijët, për kështu? S'po muj me kalëzu. As po mu me kallëzu, mirë shumë. E Po jo. kom, një banesë kom që shtu, si krejt. E kom pas pyetje pak më vonë, po më thuaj të lutem, si është komuniteti shqiptar i organizuar në Londër? A jeni të organizuar në ndonjë shoqat, në një asociacion, apo ka disa klube që funksionojnë dhe aty takoni? Tash kanë ra të klubet në jem tash, janë Londër disa klube që funksionojnë, me gjithat e jeta kulturore në Angli gjithmonë ka qenë e vobekt, nuk ka qenë Jo shumë organizuar. jo shumë organizuar. Po tani që kemi shtetin, kemi ambasadat, kemi konzulatat, Po- kemi... A mund të kombinohet kjo diçka? Pa tjetër, se çdo fest, për shembull kombëtare që është, bëhen festat, festojnë. Ju zakonisht organizoni mbrëmje të Po. shumta, qoftë për festat flamurit, Po. qoftë për festat nënave, bile ti je i njohur nga ata që sidomos për festën e nënës, Kom apo bo, edhe për ka vitin pak. e ri, bën realizimet jashtëzakonshme. Barem unë i kam provu. E di, po ke qenë edhe ti, kur kom organizuar, unë i kom organizuar disa mbrëmje, po jo që shumë, edhe në ka aty njerëz që organizojnë edhe më shumë. Se unë. Gramosi është këngëtar i ri dhe du me i tregu, shkova një herë në Londër, sa më rrina, tha, po shkojmë në darkë na e mirë. Thash korresja jonë, tu shku rrugës, i thash, e ju, a ka në interesim, a si tha, ndëgjo, biletat i kom shit, tha, mos u lo, mirë. Atëherë tha, po shkojmë tek unë në shtëpi dhe po pim çaj e kështu. Edhe kur shkum shtëpi ulëm aty tha, dëgjoj, kam edhe një kërkesë kështu. A dalim unë e ti nesër edhe lirati më borrin, tha se kënon mihria, tha shkoj edhe unë kënoj pak e ti, çit punë, mos e. Sa vite të bon në gurbet? 24 vite. 24 vite, goxha shumë. Në realitet, sot këtë javë e kemi përjetu sa të bukurën që erdhi pranvera dhe lullet dhe këto vite na kanë shku shumë gjigant nga bota e skenës, bota artistike, bota sportit, gjigant të mdhej si për plot emra, që vërtet na kanë mërzit shumë edhe po e bukura asaj është se ata kanë funksionu si kala me vetës së cili. Edhe vërtet e kanë lënë ka një kala. E që sigur themel është me thonë një farë themeli përjetësisht i sigurt që gjeneratat e ardhshme me ndërtu artin, kulturën, sportin, bitu. Këtë javë na iku edhe gjithë të feci dhe... Vërtet, po, dhimbje madhe shumë. Kisha pas dëshirë të shprej ngushtime familjarëve të Gjevdës, edhe gjithë komunitetit sportiv, gjithë kombit shqiptar, se unë e di, na jem tjede, di edhe tjedin sigurisht, neve na kanë bo krenar këta gjithmonë e jetë. Fa, Këta jenë, të thotë, bokserët e Prishtinës kanë qenë për mu dhe për krejt kombin shqiptar kanë qenë heroj. Heroj që me të vërtet jemi në borë që jemi shqiptar edhe s'mund të poshtë asni janë mik tjetër. gjithë komunitetit të sportit, gjithë shqiptarve, absolutisht, e i shprejmë ngushëllimet tona për humbjen e kolosit të madh, e boksit të hekurt, e garancisë së fitoreve të klubit të boksit Prishtina, sepse gjithmonë nëse kemi qenë me rezultat aty në cep, po humbim apo po fitojmë, Gjevdet Peci ka qenë garancia e fitores përfundimtare
Ai Dhe gjithmonë ka vendos i fitore. bëjmë homazh me Pa shumë tjetër. duar tropike me publikun tonë. E sepse në realitet juve keni bërë një këngë për një kolos të madh dhe në realitet me qatë sebep jemi këtu bashkë. Unë të kam pas musafirë edhe herë të tjera, po një vjet u bën që nuk e kemi më artistin e madh të këngës, gigantin e skenës, Ismet Bogujevcin. Unë para se me të përgjigj këtë pyetje dhe me unë apo së vetë ko marrë pe i Londre për çta. Në përvjetor, Në përvjetor të Ismet Bogujevcit, edhe ja ke kushtu një këngë. edhe i shprej prapë në kushtëllime familjes të Ismetit, familjarëve të gjithëve, shoqërisë të gjithëve, se unë nuk di, nuk ka, se di ku ka shqiptar që nuk e ka dashur Ismet Bogujevci. Absolutisht. Ai ka qenë një gjigant i muzikës popullore. Një njeri që tër jetën ja ka kushtu këngës, po këngës të mirëfill shqiptare. Edhe unë e kom pas idol, e kom dash shumë, kom dash si këngëtar, pastaj e kom dash edhe si njeri, si shok. Edhe si vllai ke thonë. Edhe A do të më ndjek pak një pjesë të një dokumentari që ka realizuar regjisori Kastriot Saqipi e që na ka dhënë mundësinë, në kas të ndjekim një disa minuta për Ismetin, punën, veprën edhe ata që flasin për te. po po kur se kom prit këtë, se kom dash këtë moment. Po faqë se kom emocione. E ndjekim bashkë. Me Ismet Bogujevcin hiq ma pak se ma tepër se 3 dekada e gjys na lidhin. Dhe e njoh si kvalitet, si njeri, si aderues i këngës popullore dhe si person i veçantë që të tjerët nuk e kanë poseduar atë karakteristikë e që Ismeti e ka. Për mu është njëri mëj madhë, që ka dhënë atë shumë. Më pas fatin të bashkëpunej me te, si e tha dhe vetë. I madhi Fatih Bokri. Posh mundësi me najt me to, na rrit me to, edhe pse është pak më i moshuar se ne, mirë po, ajo është një institucion veti. Ju thonë me plot kuptimin e fjalës, sepse në për periudat dhe që kemi kaluar së bashku, ajo është një privilegj dhe një kënaqësi dhe kam më pas nderin që jem shumicën e kohës afër tij dhe me të vërtet asnjë minutë ndoshta nuk po e teproj, por asnjë minutë nuk është i tepërt që kemi kaluar së bashku. Nona Ismail Dumoshit, një patriot të madh shqiptar. Unë e kisha mik Ismailin, isha rastisht, nona tina ishte në borë, edhe më thajte djelen, thash jo, për më duhet veç Ismaili ta dhja është, jo tha nuk është po ty, pa tjetër e që e këm qitë qajnë me pi qaj. Jo i thash se jam me një mik timi, po mire djena i miku, thash jo, s'ka ko, cili është, thash Fadil Bokri. O Birman tha, Birman thash nona, veç njerë thash. E mora Fadilin dhe e përqafe, shumë herë përqafe. Këm që më me qënë, hali.
Ismetin njeriu e njeh edhe për aeroplanit që është Ismet. E shumë të tjerë mundesh me i përzi. A ke ky, a ke ai, a e di kuptuar. Ismeti është i veçantë, me një interpretim, me një melizmatik, i themi në muzikë të veçantë që e ka Ismeti. Ka shumë momente për gjitha ato vite, unë tash po e lidhi edhe me profesionin tonën dhe të ti, sepse në periudhën e sukseseve më të mëdha të klubit futbollistik Prishtina, klubi futbollistik Prishtina u rrit me Ismet Bukujeci. Me Fadirin, me Gjevdet Petin, me Ferit Xhekollin, me Favzi Ramin Ndjerin. Po ju mungon ajo koha? Po, shumë. Të mërësisht shumë. Që kur sot nuk ka aso shoqënjë sinqerë. Atëherë, nuk ka pasë natë që s'kem qenë bashkë, ose kem qenë një natë Prizren, ose një natë Mpej, ose një natë Gjakov, asë njerë s'kem qenë vjenë. Ka qenë një kohë e artë, gjithë neve së bashku. Ka qenë një gjerath e artë në do njerë në profesionin e ti. Dhe unë e kujtoj shumë me nostalgjie në atë vend. Shumë armiq janë shtellu, po fiksionë gëne kanë rrethu, e kanë zonë një djallë të ri, janë nga Afrika, por me të rafi, burgë ma zburgun Prizren e qunë, dhe kulturat ma shumë jashtun. Vetëm belbuhi, syrit e dashur shkëndite. Rëzën grovë të syrit tëm, se që më bezis më zëvendi vend, zërit e posi e on, ma vjena ndërdikur. Zotit Gazmen Zajmi, për mua i parit shumë, si në profesionin e tij në jurisprudencë, por ka qenë shumë i fritshëm në muzikë, ka shkruar dhe ka komponuar muzikën prej fëmijëve deri te muzika popullore. Do të thotë ka pas aci të posaçme. Ka qenë njëri shumë i arritur, edhe e ka bërë këtë këngë, martesën, edhe ka bërë edhe tekstin, e ka bërë edhe muzikën, dhe kur e këmë qizu unë, këtë kënë herën e parë, tekstin që e këmë ditë, e këmë marrë me telefon në shtëpi, ma ka diktu tekstin, unë e këmë shua dhe kështu këmë hinë studio, këmë qizu këmë. Pastaj kjo u popularizuat shumë në Kosovë, sa që unë nderoa me mikrofonin ardhë të aktivitit prej programit 2 të Radio Prishtinës. Bali Ismet. Artisti i madh, me këngëtari i madh. Si kujton kohën atë me të? Ke kalu orë, ditë, javë, muj, vjetë me të? Interesant, si, kur këthejmë, them 100 vjet i kam. Po pak kohë kum kalu me të, sa u dasht me kalu. Ky ka qenë njëri s'kom pa kur, këngëtar, artist që ka lind artist, edhe është zhvillu me frymen e këngës të Mirfill Shqipe. Ky nuk ka ditë tjetër sen. Ky njeri ka qenë në gjendje për një festival dikun me shku një muj ditë pa pagesë, pa kurrë, veç se të prezentohet Kosova, prezentohet qaj ansambla me konë shku në mënyrë të drejtë, në mënyrë më të mirë të mundshme, që të na njefte këtë din dikush kulturën tonë që ka kemi ne. Edhe nuk ka qenë njeri i interesit, njeri që mendon për, se ky për krejt ka punu, veç për vetis ka punu. Ky për vetë kur s'ka punu. E ka qenë shumë i njeri interesant, ka qenë me zemër të bardhë, s'ka dit me fol kur për njeri i keq, për kolegë, zotë në rujtë kuri. Ke pas shumë koncerte me të mbrëmje, a ke diçka të veçantë? Interesant, sa për informat, kemi shku në darës, ma kështu shpesh, ka një herë bashkë, jo shpesh, unë s'kom shku shumë me ta. Edhe, kur erdhi njënë e nejmë, ne i qiti 100 marka, kjo ishte të kënu.
Kur unë i morë atë 100 marka, se e disha që ky bërtete, dine im shefa i shtina pak, tha, që dha qaj, thash, valla, la thash një 100. Tha që thash, shko mërë i qaja. Thash, ja, shko qaj, tha se... Këtheja? Na e na marrë veshta për çmim, s'kam nevojnë me më dhanë ta. Thash, mërë i më se ti si dalim jashtë mi lyp për autobus tani. Qka, tha t'ja, ja, qaja. O konë tip interesant, që ashtu. Është drejtori vetëm. Drejtor. Ka qenë ansamblit shota, po drejtori vetëm që e ka thirë ministrin çdo javë, bine drejtori tjetër se së rri drejtorun. Apo në hjek. Po, nuk rri drejtorun. Qashtu u konë, qasi tip, qasi zemre ka pas. Kur është bobin e në shotë, unë erdha pe Londre, edhe shkova i telefonova, thash po vi, a ishte në zyre nalt. Edhe shkova nalt, unë i hjeka këpucat edhe, se na kemi po që të hajgare bashkë, i hjeka këpucat edhe i lash për të hina dafën. Ha, thash, po i lapjon tash hini dafën që tu në dhe në kafe, thash, jetë në zyre, thash, etë janë e disë, fartë kesh një kem pas bëha ditë. E më kujtohet shumë raste kom me të. Ka nga erdhi se rezultat i dhëmbjes, po, i dashurisë për të, i përkushtimit apo i përkujtimit në... Unë nuk disha në një mënyrë qysh m'ja këthy Ismet Bugujevcit, se për fajnë Ismet Bugujevcit unë ju m'bo këngëtarë. Në to këmë se rrë na ja kemi njës, na ja kemi njës me qëtelia, po në rami sa di kërë këmë pa këto, këmë fillu këngë populare me këno. Kërë këmë dëgju këto për herë të parë, jem mahnit. Edhe nuk këmë ditë qëfar mënyre me ja këthy, edhe të gjithat shoqënije, gjithë diçka që ka boaj për mu, unë së një këthej kur. E ajo që du me bo, mas pak të ishte që kjo mja bo një kongë, tja këndoj Ismet Bugujevcit, Ismetit të malë. Në realitet, ta që si e ndjenë Prishtinën, këta kolos? Shumë zbrast në e. Beso edhe nuk po më vije. S'po ka Prishtina kuptim pa ta, na imi mësu. Si zbitësha prej aeroplanit në aeroport, Adem Jashari të parin telefon e kumë pas Ismetin e kumë të në. Ismet Bugujevcin. Edhe tash kur zbres, këshy nuk kam. Nuk dojna me bo veç dhimbje për të, dojna me bo edhe për kujtim se shumë i madhë. Ne kemi pas musafir në Odeon, për fatë mirë, e kam pas disa herë në për emisionet e mija, por në Odeon e kam kështu të formësum edhe do doja që të ndjekim pak një atmosferë, sepse keni qenë pjesë edhe ju atëre. E ndjekim pak? Po, pa tjetër. Ismet Bugujevci! Almirë se erdo. Asa të të nëshë që musafir sonë të. Shkojmë gëtat? Krejt këngëtarët jemi bo të pa ty edhe të t'imitu ty. A e din këte? Unë shpresoj... E ke dëgju, besoj, po... Ja, unë shpresoj, më vjen mirë, po unë i shalë se më përgjajnë këngëtarët për këndimi shalë, ndoshta, për tjera muhabete shalë se më përgjajnë. Për tjera muhabete, se je njeri shumë i mira, po ky vend ka... Po ky vend ka shumë nevoj për njerës të mirë. Unë e sa tash. Unë e thash se kjo është e vërtet, a e di që vlen që je njeri shumë i mirë, për të gjithë. Dhash zoti është... Edhe ata që të njohin, edhe ata që nuk njohin. Dhash zoti është ashtu, edhe më mirë, për mu është më mirë të më thonë njeri i mirë se këngëtari mirë. A thu krejt këtë e ke dhanë për mes këngës, apo edhe të kanë taku? Më dhjo, me jeta ime ka qenë ashtë që unë s'kam rapu mas suksesit, po mas vlerës. Mas vlerës, gjithmonë. Kështu e nise? Ju mundu me ju mundu mas vlerës, sa e kam arritë të thojnë tjerë të shumë i shumë. Kështu e nise, a? Po, kështu e nise. Kur e nise? Kur e nise, tash janë ato letër njoftim që që bëjnë moderatorët pyesin, vazhdimisht letër njoftim me pëmbluni ka shpudze, kam lindë këtu, me datën ka që ka që, e din ndoshta gjithë. E din gjitha, a ke kënu vërtet si fmi? Po, kënu si fmi.
Si fëmijë ke këndu? Sigurisht, si E, fëmijë. a është kjo trashëgimi apo e ke nisi pari? Pa i baba më thënte që këngën e ke prej me, po kur e pyeta ku ke kënu, tha me çobanim kënë. Ku ka kënu? Po sigurisht. Po rëndësi sezoni ka shku, a? Sigur. A ka të tjerë nga familja që po kënojnë? Djali ka talent, vajza ka talent, por nuk i kanë dhënë shumë rëndësi. Akoma si kanë dhënë rëndësia? Kanë dhënë rëndësi. Se djali shumë i talentuar, ta thamon me që nuk e thani ju. Vajzën s'kam pas ras me taku, po djali me platorin kanë qenë në shkollë bashkë dhe se Prishtina o shehri lapi e Gollakut kështu, si pozicion. Këto dy rrethojnë, Më falë, s'o më i më folë se... Të lutëm, kejtë qka mundesh, qka s'mundesh me folë, unë jam i njohur që flasë shumë, kështu që e zgjedhon atë problem. Unë se thash. A, nuk e tha. Hajdar Dushi Gjakovës dhe Bajram Curi. Bajram Curi Më Prishtinës. vonë kalon Rami Sadik fatmirësisht erdhë kompozitor i njohur dhe kontribusi më i madh i këngës dhe i muzikës popullore, Fari Beqiri. Fari. S'ka problem. Bile, a bën me i thonë drejt për drejt, jam në emision që ti besim kush është? Alo. Më falë se jam në emisionin e Najma Bazit të Devoni. Këtë privilegjen të është si bashkëbisedus. Hajde, nahtën në fizet. Se këndo të skrishtë? Shumë e vështirë. Një element na jem ndoshta që vlen pikërisht në çet temë me diskutu kur e përmend koncertin që patëm për Ismet Bugujevcin, në atë koncert ishte edhe grupi Bilbili nga Vlora. I drejtuar Pejsemen Gjokorit, e kishin bënë këngë të mrekullueshme që kanë dedikuar pikërisht Ismet Bugujevcit, edhe kur dul udhëheqësi i grupit me ia dhënë një llaket nderi, me bo antar nderi të grupit Bilbili edhe të shoqënisë Aulona të Vlorës, tha, ne jemi befasu edhe më fascionu njëkohësisht kur kem dëgju një intervistë të Ismet Bugujevcit kur ka folë me admirim për këngën e Jugut, edhe që e ka njoftë në thelb edhe që ka interpretu bukur. Domethënë, ata e kishin një respekt dy fish më të lartë, pikërisht pse e këndon edhe teksti i këngës që e kanë shkruar ata për to, e përmban këta. Është një tekst i bukur shumë që mbase në një të ardhme edhe publiku juaj do ta ndëgjojë, i interpretuar me grupit Bilbili, më thonë pikërisht për atë se Ismet Bugujevci e ka këndu po aq me pasion. Grupi Bilbili nga Labëria, nga Vlora, që shota e man këtë, vërtet është ansambël kombëtar, man cep më cep. Apo të pëlqej koncerti që organizuar për Super i mirë, shumë koncert i madh, koncert që e ka merituar Bali atë koncert kudo. Kur do herë që është bo për ta, ajo po ndohet është mas pakti që është bo për ta. Edhe befasia këndshme që ja sollët erdhi Murati me harmonikë, ka qenë emocion. O Davi Knashër? Ka qenë një surprizë që ato një ta quaj përjetësema, një përjetim që s'mund ta përshkruaj. Me shumë përmbajtje artistike dhe akademike, vërtet. Një diçka jashtëzakonshme, faleminderit Shefqet që keni bërë këtë. Faleminderit që do të vazhdoni gjithmonë me majtë afër edhe brenda. Faleminderit e këtij që na kem qenë pjesë bashkohanik të ti. Çka do që kem bënë na për to, është pak. Ashtu që tha Jupi, unë pajtona plotësisht. Çka do që na bëjmë për Ismet Bugujevcin, nuk i dalim hakut plotësisht, po jem të obliguar me bë atë që mundemi. Se pas kësaj është bërë edhe një galeri e kostumeve në lokalet e ansamblit Shota, edhe ajo i dedikohet Ismet Bugujevcit. Në fakt këti ka ra me zhvillu nusën, ato që i kem vesh, edhe pikërisht është bërë për shkak që ka qenë në kohën kur ka qenë ushtrues detyre i drejtorit, ka qenë iniciative ti që me bani ekspozit veshjeve, edhe ne kem kompletu me 18 prill, që ishte dita ndërkombëtare e trashëgimisë, edhe është bërë po ashtu për ndër të doajeni të ansamblit Shota Ismet Bugujevci, e unë konsideroj që prap pajtona me ato që tha Jupi që është ende pak. Kush kanë qenë idhuj tuaj? A? Idhujt... A ke pas idhuj kur ke fillu? Nuk ka qenë një, kanë qenë shumë idhuj. Fatmirësisht që ka pas shumë idhuj, edhe shumë të këngëtarë me cilësi, me vlera, dhe nuk mund të dalesni, po ka pas shumë idhuj. Pra, qenë nga Kolnispoli e deri në Bajgorë? Një prej ty në dhe unë. Përveç e ju pregjes, po dijet. Ujupin, pra po thëmë, Ujupin e kam miksi vla.
jemi rritë bashkë, kemi kalu shumë kohë bashkë. Po na kënon këngë shumë të rana kështu, po na shtim me qajt për ati. E Gjena po mërzitet atje në logën. Gjena më shumë të mytë me ato. Na im shkum një kafe një ditë e këgjamati, shkum me nejt, pak, si zakonisht, kur hinëm disa djemë të ria, të tha që erdhen këta binesht. A erdhen këta binesht? Mirë, është e bukur ajo kur e ke taku edhe i ke thonë kam dëgju që e ke gjeti lashin për flok. Se jemi afër në ato tre, pa problem. Me të vërtet, kjo ka qenë shumë e vërtet. Po? Se po folë edhe pak me gramatikë, se veqim po folë në po folë. Mos fol me gramatikë. Apo thuaj. S'po ta kërkon kërkush. Kjo ka qenë e vërtet, kjo thatë, e ju pëthet e kom gjetë blathet i lashin e flokëve. Dhe shajtë, shëshër zotit i shala po botë. Pa vetë qëre një që po thëmë, tha e mëra vetë komë, s'kom ja qitë ty stalla. Na im du të tregoj edhe që do për para, kur kam gjithmona me knu, isme di ka knu para neve, edhe na kështu qef me ndëgjua e niqim, ku do që shkoj këni për dasma, dhe për na gjithmonë me mikun tim në Sret Morinën, e kom mik të shpirtin, edhe kemi shku bashkë, gjithkur ne kemi njek na, kur kom shku një darsëm një herë, nuk kem qenë pathirën. Edhe kur hinëm aty, tha i pronore i dashmës, na falë, tha, zotëri, tha, si një thirën, tha i neve nuk na interesena na thret as na thret. Ne kemi tëna zarzavatet me veti, ma shumë rakine këto me veti që ishëm aty, edhe thash na të gjallë këtu i zdalim, pengu i smeti. Po ky njerë bëjke kështu një kështë, qa merdhen edhin, po pa neve nuk mujke. Nuk mujke? Ja, smujke, tani tëna bëjke, hajde. Pa juve smujke, me juve smujke. Kur u lodhësha, dhe hajde pa hajde. Hajde, e që të na mësu me kënu, apo më kush ka qenë autor? Autor ka qenë i madhi, thashtë them i madhi, një intelektualit më të madhi që ka pasë Kosova, Gazmend Zajmi. Gazmend Zajmi, autori këngës. Autori këngës, i muzikës edhe i tekst. Njeri tjetin për qafu, Ja ka kushtu, zemra shokës tona vetë. kur pajanda, për her njena tjetën e kërku. Ishma dhe gëlline u deshtë më njeri tjetin për qafu, zemra tona kur pajanda, për her njena tjetën e kërku. Martesa jone është bukur punë, orzimi dashuri, o zemër që ndo E ditës popullore, 17 vitet e fundit jeni në ansamblin kombëtar. Shota. Tjeti për qafu, zemra tona kur pa unda, njëra tjetën e kërku. Qish në veçline u deshte më njeri tjeti për qafu, zemra tona kur pa unda, njëra tjetën e kërku. Martesa janë është e bukur kur zili dashuri, o zemër këndë pa përqua këngë bukrat lëptori. Martesa janë është e bukur kur zimi dashuri, oj zemër këndë pa përqua këngë bukrat dashuri. Bala e mirë, qëshje? Njeri që ka kënue prej Prishtines, më diku mo, kur ka kënue kë, Bilbylja ka njës mas këtina. Tu e ngu e këto, ta e unë njës Bilbyli me kënue, mësu Bilbyli prej këtina. Unë kujto si sot, do patëm shkua në emri koncerti madhë, mas koncert veqën edhe kje. Ska pas jena, mje jo. Apo edhe që aty ishti në hunë si Sofia? Si pata shti hunë për gojë në emë, se me gojë dashke me kënue. Apo? Po kina morë pjesë të festivale, po atëre ka muzika tjetër, në kodë këtina spote më masë që këna dhonë nësi, me nësi këna dhonë vezonit, gjyresht,
mesazhi ku po do me shku teksti, çka po do me thonë na tekst, e kena rrumllaksu, çka po do me thonë, edhe fëmija kur e ka ngue, ka mësu diçka. Sot ja u qiu hanza jav, kombi un down, komen alt, deshu sanina, çka ma e kom tani. Po të më ashtu. Çka po do me thonë? Na më thënë CD-ja të love jam, kesh një koncert, unë merë CD-ja në kryje, kësej CD-ja tuk mu playback. Ne kistin hopa, i rje CD-ja, për ta rock min. Që njëri 100%, jo 100%, 1000% live. Ky live lan, live kënon, live në banje lohët, mëre, lohët. Po, ka kënë dorë kullera, edhe në banje lohët playback me një dorë dhe me këqash me bënomi. Mirë, ati si lapjone e ke për cilë, ke shku me ta? Qysh e ke për cilë? A ke shkua? Na e mgëm, na, dhe më thonë veprën, se hopat e por, na si këna pos hopat e por si lapjan, na me shërëp jak na vizë, me thonë me këse, po shërëp këna pos. Jo hopat, për na jena një generat. Unë jam mas porja këm nisë me def. Për një dit këm ngëj, unë kjerë të kënu e tha, se s'pa kënën, tha shumë vjemare, tha këna, e tja nisë me kënu e. A qashtë? E qashtë? Këtë një koncert që këmë bashkë. Unë koncert e kallëm najmë. O, kallë koncerti. A i zoti koncertit, tha shisha për të tha, largë e kej publikun e kalli restorantin. Tha për du me ashit lokën, bravo i ko, tha keni kalli, për du e kalli restorantin. U kalla tu e men hen u konë. U kallë men heni protesta. Ismet. Po këna toj ka posë në këte gata. Busi ka posë trasha, bëtëks. Madë, u konë seksi, mërë u konë seksi? E që në bona shak mire tani ma mërë. A ti e bona shak mire? E bona shak mire ma mërë. S'ke pas Pëdhe ka përzimi se? bashkëpunu najmë, kë ka bashkëpunu me njështë ta. Ata që ka shkru për ta. Kë, kur ka bo kongë, jo ka bo kongë që ka tek njoni që atjep ta bëj një kongë. 13 herë ka përmend dashnia, jo. Këna em, konga këtina kër e ka kënu e dosh me konë, ismel kadri, reper, që kër e ka ngue, u konë, a? Më shumë dhe me rajtë të që vlodhë jam? Jo. Qashtë se pa, pasha shqytën e nësë po, e qështu, ka fërt, tani më kujtuat një vërrim, ja, lie vërrim, a iska ka komë. E kur shkajshi në për hotelin e për koncertet ti, ku flejse, a u përzishe? Ne, kje personale, ty bashkë nuk t'interesan hesh. Fol, ty t'interesan ku këna flejt, na edhe atëhere. Sa atëhere gjithka ka qenë shkollore, gjithka ka qenë e nërmalshme, që edhe në budallis njerëzit. Sa atëhere edhe me flejt me shoku nuk konë e nërmalshme, se shoku ka respektue si mua tër ditën. A natër? Natër? Po shku me murë qivanin e parë. Edhe? Pa kuj kish marrë një qivanat parë, e jo te këris apnja për mu së fish. Tash për qa për vynë? Për shka vi mu veni parë kura për të thrasi nesë, se thërshin të nkohën nesë vetës. Na em, po të kalzëj dhe në aeroplan, a për këtë është të gardë. Se i këna bo dhe vetën ashtë të skrytuat, a për këtuat. Po ti kuj afrimit që të që e bletet jatë ma isën këtë që shkuj këtë seksi. Qajo? Po të nënë, ismet, në aeroplan të shku për Stuttgart. I na hi në Kroaci, i na hi ta mënë në hymje Gjermënisë. Vesh këna një dhe zona, ismet. Në aeroplan jo? E, lajmëraj, so adeza, tha për zbres, një tha se me bon një foto. Sa njerët e ta përdin, e zbretu nga për aeroplani, nej, sa ta pëse për qafë këto ma shumë, se këto të mund me pa që është normal. Kretë kom për i thana, këtu, na si të kuzhini sa me të foto. Kong. Spot, atër me 5 euro kështë spotin, sa të somator rikollet e sa skutere sa autobusi pa lidhje, atër me 5 euro, shkeshën Prizren, 2 euro hëngë që bopa, edhe na 2 euro jam shati zëti shpisë që i kishë dë pëm, abdin, eshte që kytën dhe pëmve, qëtë. Ma shumë, nuk e pas në rëj, nuk e pas, atër e që ti kromakijash, e me ti qitë drita, e me të rokë pa, ja, për kiske pas nevoj. Ma zi, ti pas ke maru, as mu ishe ti mi të regu këtu që se këgjej ke pas ti. I ko pas na e pëzar të ujë shumë në qiment, në karakove të 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 E, qështë na e? Po, a? Unë me rajt asan, qashtë të konë? Sahi. A, sahi, qashtë. Bashkë tisë për të veti kurgjë se e di, s'kam qatë veti, gjithë shka qa. A krejtja ti, na? Shë, me qeba, Me qeba? Më snel. E, unë i ka përshkaj, vesë dhe i dëshire ka. Vesë dhe i dëshire ka.
Freshnoj kokon gjitha. Qenë që duke të Kam rima shumë. Kur jem që pesë njëri tjetri, të jem së bashku për gjithmonë, dhe mos të ndahemi për jetë, kujtoj, takime tona kodë të Vetë në shtorë shkovane. Bac, për që i smetë në emër të popë. Na i thujmë bal, jo bal. Jo bac. Bal, vetë nuk do shta mi thonë. Se ta është bali thujmë. Na i thujmë bali... ti s'ke Po! Për që ta? Në emër të Kajrinije, në emër të Lapjanve, në emër këtë Kosovës, kitë zotë tëmën, kitë bërim që deli bukur, e ki bërq një album e bo me 7 kongë jo ma shumë. Bërë që kije, nuk e bën, du brau bërg. Ti peqona? Ti peqona? Fjallë të hamë nga për dashni ti tash, bashku të me të tana, zemrën ty davar. Dy tri fjallë të hamë nga për dashni ti tash, bashku të me të tana, Hajde shpirto ti, hajde shpirtim, se pa ty jeta është e zbrazit tim. Hajde shpirto ti, hajde shpirtim, se pa ty jeta është e zbrazit tim. Hajde shpirto ti, hajde shpirtim, se pa ty jeta është e zbrazit tim. Hajde shpirto ti, hajde shpirtim, se pa ty jeta është e zbrazit tim. Ismet Bogujeci, tu të dojë të flasin të gjithë. Shumë e bukur, momentet bukura. Jam shumë i lumtur për këtë gjë. Ti e din që krejt këngëtarët e Prishtinës gati po flas për para, për ata po dievs po them kur gjë, po krejt e kemi imituar Ismet Bogujevsin. Ja, gjithë Kosova, jo vetëm Prishtinës. Po flas kështu kryesisht Prishtinë e kem pas, e krejt e kena imituar Ismet Bogujevsin. Duke shikuar, duke dëgjuar, duke imituar, jeni bërë këngëtar. Po ky u ka një tip interesant që kur e vetë që diçka nuk të kallëzojke. Kur unë dhe më thëke jesë që shto bënja, po që të veta bërgur që. E tonë dyja jam thërshin e jup, këtë ke u jup. U jup. Isha qatë e në ti se ke mësuam dhe këtë. Po jëse dhe lapje ka u jup, u jup. Po. Keni flajt edhe bashkë, shumë herë. Qyshje. Nuk leni arsy me dushun i sen, jo? Ma shumë kena pas net qutë se dit. Qutë natën, se ditën. Po, përbes. Se kemi nejtë atër edhe u konë kohë që ashtu, ndryshë u konë, jenë konë njërës ma dashtën. Edhe kohë e gjymysheve. Estrada ka qenë me dashtën. Prishtina ka qenë e njoftën për gjymyshe. Qetë. Për quj gjymyshe, a? A që më qashtu? Gjymyshe. A hengjeve? A hengje, po. Neje. Neje. Po. Shumë këna bo. E të kënduar në për oborën, në për kopshtë, në për... Shumë këna bo.
Po atër s'ka pas orkestër shqiptar, kur i këndon. Sa ka qeni kujdesshëm, sa ka dhuru këngën Toske? Aja ka pas idolë, ka pas, shumë me thonë, ka qeni i jeshtë për atë këngë. Shumë jeshtë. Edhe dhe ke, hej, kjo është këngë, dhe ke, mos më klokë si senër, dhe ke, që kjo është këngë? Këne ke Toske. Kush e ka shkruar tekstin e këngës, që ja ke kushtu? Tekstin vetë e kumë bau. Vetë nga shpirti e kumë bau. Apo i shpirti? Që shë kumë di. Melodinë e kumë bau vetë, e ka orkestru Beni së bashku me Borim Tipin. Beni Baksi me Borim Tipin. Të i falenderoj të ditë, edhe e kumë bau me zemër, me shpirt. Si kujton ato mbrëmje, kthehemi edhe njerë, jo për tjetër, po për faktin se elitat e qyteteve të mëdha kanë qenë kështu, janë vendosë, janë takue, kanë bashkëbisedue, kanë programu projekte nga më të ndryshme, sidomos programet e vitit ri që bëshin, që pastaj emitoheshin gjatë tërë vitit me Rami Sadikun, po edhe me shoqëritë e tjera, po sidomos ato mbrëmjet në Grand, në Bozhor atëherë me Fadil Vokrin, me Letin, me Thimin, me Hirzi Krasniqin. Një 5-6 vite Grandi ka qenë vetëm i Ismetit. Për vitet të rije, për këto... A, për të kënduar në vitin e ri. Po ato takimet që bëshin mas ndeshjeve të klubit futbollit Prishtina, të klubit boksit... Në zdi, jeta ka qenë më ndryshe se tash. Nuk e di, ndoshta neve na duket... Ashtu, juve ju duket, neve na duket, se i cila kohë është e bukur për kohën e vetë. Që është. Unë e di që ne kemi pas afërsi me njëri tjetrin, kombëtarët, sidomos. Shumë afërsi kemi pas. A ka pas xhelozi ndaj dikujt Ismet Bukujevci? S'ka pas nevojë, sa i ka qenë më i miri. A më ndet mu po, unë kam xhelozi. A ti ke xhelozuar atë? Mirë, vllaun. Po vllaun. Nga vllaun e madh, e kam pas gjithë vlla të madh. Je i kënaqur me realizimin e këngës, me... Po, qa që është kapaciteti? Je mundu pak me bon si nostalgjike një këngë, si balad. Ndëgjojmë një pilqeft, kujna i pilqen, ndëgjojmë, kujna si pilqen, mu më pilqen. Unë ndëgjoj, kom e ndëgjoj të njetër. Absolutisht, këngë që e përkujtam, artistin e madhë të skenës shqiptare që vërtet gjitha i ka bo, se aji është marrë edhe me gjërat të tjera, edhe i ka ra gitarës, me bambu tash ka hynë gitarën. Ka qenë instrumentalistë, shkëllqyshëm. Po, me këtë instrumentet i kam shumë. Me i ra defit, ka hynë ka ra defit pas një kompleks. Tupanit i kam shumë. Tupanit pas një kompleks. Ai këtë instrumentet i veç. Fati madhe dhe për ansamblin Shota që viteve të fundit e pat pjesë. Shumë. Për të lënë gjurmet. Shumë. Fatë për ne që patëm, shme thonë që jetu me te, po edhe ansambli pat fatin që pat atë aty. Edhe është interesant në im kohën e fundit, nëse ekzekutoj diku një instrumentale, apo një klarineta, qiftelia, gitara, diçka, dhe që pa isha lëtë qëtë që. Kështë ke sa mirë, bre. E për jetëj ke me shtirë. Që knaqe, edhe me suksesin e të tjerë. Kërë më gjithë dikon të kënu mirë, dhe ke qërë, bre, sa mirë, bre. Ata shtori, bre, heqe, ndro, se s'po vika. Po do, unë për shumë kërë të gjojnë e i kongë tonë, thëmë, hiq ma se... Po, qashtu, që Nikos, qashtu, njësaj, si unë më ke po mu. Po jo se ma kelon gjurëm ti, më ke knu për dasëm, da me duru të njetën të shi? Po, da po, që shfar qifti. Kishe jetu thonë që shfar qike? Sa viti i bot? Na, kështu a? Nuk pytë të thema për vite, ti po jetu londër. Martes, po dhëmë. Apo më shme marrë me manë që na e kemi pas para disa ditve 30 vjetorin e dasmës që ti ke këndu në dasmën tonë dhe na jemi të lumëtur për këtë fakt. Kom që dit me i ri, që ku kënë kënon ata e ndabë nesër. E jo, 30 vjetë. Ama kjo teori bje poshtë pra? Po bjen, sigurisht që bjen, ama unë me vetë vetëm po që ditëm. Se jo të gjithë ku ke knu ti jë nda pra, se unë na imi kemi shpëtu. Jo, në konë edhe Shaqe Mahmuti Mihri e prapashti, që na kalon komën e Musafer. Komën e marë na kalon. Po, valla. Ata jenë artistë mëdhaj, Shaqe, se në më Shaqe Cervadiko, në përshëndes nga zemrë.
E kom mik, e kom Pe shumë. donë ma shumë se i një botë dy gërbet qarqa, të Jo, jonin Bruxelles tjetërin Londër. Edhim pse. A pe thëni që shojnë këtu? Shumë, po Edhe flasim, po ni. shpesh flasim, po edhe kime kon me forë, se me shoh që ka bagazh. E jashtë zakon shumë. Ja, sa shumë. Edhe, na im, koha po kalon, në mërgjimtar, se unë vetën se qoj kur mërgjimtar, se unë kur se jem adaptu atje, as kur se adaptuar. Zdi pse, ama ne mërgjimtarët e kem vajnë të buza. Që 22 vjetë nuk po du me të lonë më vajnë të buza, se son të ketë 24 me vajnë a ke ka ardhë, edhe që 22 vjetë, jo, mas luftës, vjen në emisionet mija, edhe thëtë kur s'ka me nejtë, meri që ato pare, edhe hajde këtheu këtu, bolë ma vajnë, asi për du sa hati e pe i Londrën në Prishtinë këtu. Sa dëni mi dhonë më jo pare, s'di që. O të rritë ju dhe hënë që se ju, të di, të ju s'kini në thënë. Nga? A qka po kem pja u dhombre? Dëgjo, është të vërtet, në 60 vjetë e fundit, e kom rritë edhe 10 vjetë tjera, ekzistenca substanciale shqiptarve varet prej mërgatës, edhe mërgatës absolutisht duhet me ju ngrit në këmbë, me i dorë trokite dhe falimderit. Veç edhe 600 vjetë tjera vazhdoni me na pru qështu, edhe na jemi në regull. Po pa i një mësu që është një këna mësu, tash nuk bëm ja u prish. Jo, në asë një mënyrë se s'dina s'ka me bo. Dina mu që mësu. E leta kuptojnë generatat e reja, që e kemi edhe gramosin këtu, që kanga Martesa jonë, është këngë originale, e Gazmend Zajmit, e akademiku tonë të madhë, kompozitorit të shquar, tekst edhe muzikë, që e ka këndu edhe ka fitu në festival Ismet Bogojevci edhe që mbetet këngë legendare dhe sot e kësaj ditë. E këngë të tjera. Sonte po e dëgjojmë këngën tënde. Dona më talon të skenën, që të na këndosh, të vish edhe shumë herë të tjera të na këndosh. Balin Ismet, jo vetëm ti, po as kombi shqiptar, kudo që është mos e harroj, po as ti të mos e harrosh. Se bëra rim, letë mbetet rim. Për mos me harru, e ke vënë edhe në këngë. Kur përjetësohet në këngë, një njeri për jetëve është i përjetësuar. Faleminderit tonë, faleminderit ty për këtë hapësirë që në erë gjithë ma. Edhe... Jo, hapësira është artistëve. Je, ama po, na të mërgjimit fort televizionet nuk të hopin derën qash leta, po kuptan. Me gjithate, po e lom nuk është jo tem, Ismet Bogojevcit, këngëtarit madhë, shpirti pas drita tina, edhe ne dhe të kujtoj me madhë gjithmonë një. Sa të jemi gjanë këtë botë. Absolutisht, a mbetet një gravure madhe, unë e thash një kala në themelet e artit, kulturës edhe skenës shqiptare, e bukura është që se dënimi maj madhë, për cilën kategori qoftë, është harrimi. Ne vetëm nuk guxojmë t'i harrojmë në asnjë mënyrë. E tha profesori unë i nderuar Milazim Krasniqi, e tha për Haqef Mulliqin, një gjë shumë të bukur. Do t'i nderojmë edhe t'i respektojmë kështu katërciprisht, edhe primarisht, sa janë gjallë, po sigurisht edhe kur s'janë më, sepse këta, deshtëm nas deshtëm, vepra e tyre do t'i nderoj për jetëve. Për jetëve. S'kena për ty e ju, Regja. Në faleminderit shumë, respekt për ty, për emisionin, edhe për gjithë familjen tonë. Kur të shkosh andej të fala Londrës. Faleminderit. Asaj Londrës, sidomos asaj qendra aty të Besniku, baba i Rita Orës. Po. Edhe të... Ajo është qendra edhe të Buza, a vjen mërzimi i thonë Buzë, nuk vjen. vjen. Jo, po Buzë i vjen mas mirë të thonë. Edhe mi përshëndetemi për qafon, edhe kur t'jemi në Londër do këndojmë bashkë aty. Pa tjetër, inshallah. S'kena për ty e ju Pregja, faleminderit që ishe shumë. Prej lapi fryni fladile, pa bylbül të vetin Prishtina kam bet. O
bylbül i këngës kur të dëgjoj ty Lumboj unë për veti që knova me ty Sa herë shkojnë atë vend ku jemi taku Sytë më mbushen lot që ti s'je me mu Sa herë shkojnë atë vend ku jemi taku Sytë më mbushen lot që ti s'je me mu Zemra po ma thot këtë kom me taknu Bashke kem pas nis s'ke kismet me knu S'di si me ta thon sa shumë jom mërzit Ah bali ismet sa shpejt na kej Sa herë shkojnë atë vend ku jemi taku Sytë më mbushen lot që ti s'je me mu Sa herë shkojnë atë vend ku jemi taku Sytë më mbushen lot që ti s'je me mu Saj për këtë shoqnis ma i miri e kon Kushdo që t'ka thirr, jo s'ke dit me i thon Me shpirt e me zemër këto fjallë po t'i thom Faleminderit shumë Ty o badia Sa herë shkojnë atë vend ku jemi taku Sytë më mbushen lot që ti s'je me mu Sa herë shkojnë atë vend ku jemi taku Sytë më mbushen lot që ti s'je me mu O jaran, jaran jem E ke po dashnin te Nese për mu bjen muhabeti Thuaj pada shuris mbeti dashnia jote, mi se lëpë se qa këja Mirë se erdhe Qësh je mirë se gjitha na i më Pa qësh jene e një mirë, qa për përne? Mirë hec Ja Pedete Gramozi nuk është mirë diçka Mësyshe Tu gut e ka Po, pa ketë me mësyshet e ka A ke thirë taksin e tina në herë se ngutu e ka Këtë qënë Tu fluturu Ja granë që s'ma ke dhënë numërin Ka me të mytë pasha zëti ka me të mytë Po lypja lokacioni një herë të nej A mund të moj? Vëllohi që na e Bile ndo që me dit një këllë më ka kapë tu kesh Që?
Po qka së më bë vakia mumbre na e Po, bë? të nona e vakive, O, dim to. qka së bë bila jo vakia? Bile unë po gaboj që s'po prezentoj, dhe në vazhdim, zoni e zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Vakia. nona e vakive. Bash, e bash. A pobre me qash të dujt me thonë. Na e se mas mirë ti kesh të nejtë shpita me pa I bokuj në Ja, mëso Rusia. Ja, veç kur po thirë nga ne polici. Hyrë tha del jashtë atë pina kafe se te banesa jote ja. Pina viski, o me Coca-Cola, po lujnë vale, ja, po. Edhe nej se dolla, une me neherë se kam dëst, havert mirë. Edhe dalë qysh je nëm të qysh je tu folë, po hina në kafeq. Hi mrena, ta mën kena dosht mu në tavëllin, veç kur t'i ratë fikt një qikës qatje. Tu quna dë të ganje, une me këthil qikën brane i brekni, ja I si qelë kësujt në emë qëtë pak, kajtë qëtë. E qëtë, brane e në gjesh ka jelake pak bolin nga një kajtë, Pja po ti djali që keme të, qa u bu bre që ka ndodhja më si thena I sena. O, tha, kur gjës ko, tha kësoj zdi që ka I koftë, bre. Po? Tha ju hargjitën gigat në internet. Mere me kësë. E ratë fik. Po, t'ja nësëm na me kesh qatë kesh me t'ja trusa një fige, I qelizit me njerë, erdë veti. O, këshërëve po keshim, olëm na. Të ullë pe presim kamarje dhe marë, kër nga të neve një qeft. Zere kishim pas sefte me dalë në qytet. Po jenë kamarje njerë për nalët e ata, pëthot, mirë dita urnëni, qka jeni për me pi? Kër a I djali pëthot, ti tha me raboni dhe hizmet, a? A I po, tha unë jem kamarje dhe. Ja, ullu, po zotni, tha unë e punë kam. Ullë, ti tha s'ki me raboni dhe hizmet. Kjo nuk se tha kjo që tha me raboni hizmet. Që tash? Po! Kjo fisnikja? A I sa mu I ke djallë, o punë, kom ja, heq. Tu kesh aty për abella I leganit, thash qka qiti puna këton. Mas pari, tha ka pe tha qëton ndreqma, altin. Tash më mëren ka feq, hajt aty se unë e pëllic jam. Sa të indreq altia ta? Po ka pak. E që që shne ka pak, Po, valoj. Gjamadoni via, da hyrë me 2 altia ta që në... Po që ashtë të ma bëj shqiptira. Ka bëj shqiptira herë, se pas një dit. Ka bëj hega një qa ka. Tha unë dryshk pak, tha se kur tha s'pe përdorim. Kanë tha mi gjujt hajna ta që I kom krejt se bepa. Ja nisa me kesh tash, ja s'ka kuptim. Tha ka një herë, tha po morim, tha këshën tokë, po gjujna, tha po ne kanë bota me t'njehme, tha plumat me t'njehme I ke. Kur po kom pare, tha pi blejda, tha kur s'pe kom s'pe preki, tha unë dryshke ti nxjeri pikat e syve une. Trek, fërt, ka pe altin, se mas mirë ti të punu. Pikat syve nëse se ki dit. Po. Ja hera por që pe dëgjoj. Pa ti e së mbet që mund të di që të qka dhine. Ta shhaga një, ta shka u bo. Ta shqa dole kalzëm. O, tha sot ta dita e par e punës ta, të pëllezve trita që I kena marrë, tash po. Tha e mas ta një 2 orë, tha një kolegë që a I riu që u dorë. Po më thirë a gjagane, tha po vjem me më një mu. Ta shani qka u bo. Tha e kish pas nërë, tha një femën e ja ka lyp dokumentet, mi ja kontrolu. Ajo ja ka njës me sha. Ky mas njët ja ka bota 50 euro, tha për sharje. Kure ja ka boj, jo, në shkruje 150, se hala se kom kry. Në mëllë se nona, hala se nga ljute. Ky shkreti mëllë, tha me shku, tha kur dal, ma këshim bloku kjerin, tha bile njona, tha I kish bloku që aty. Pja boj, oj qik, pse më ki bloku? Tha kur pe qilë gjamin për ma bon, më falë ta po mus për më kujtojt profilit prej Facebookot. Po e që mëre kjerin se së për një vriti. Tha e ki hypa në kjerë, tha mo fluturova kjerin, tha mu drët këtu vozit shpejt. Thash po, tha e shkova, thash ja bre, thash gani, ne vis na kopi kozi budolve. Thash gani, thash për shpejt, thash një këjshike jamja, këtë gja thash livdohet që burri vetë vozit, mas shpejt I mbut. Bile qatë shpejt që vozit, so që një dit, ajo gruja e navigacion t'i kishton, na loherop t'i asisha se s'po di ku me. Kështë, o, tha me dit ati.
Tha një dit ta ka ardhë hojni, tha vetë, tha mu dorëzun në stacion. Pe këqyrë thash qysh, tha dhe unë ja bona qysh, tha o, tha, shoku pëjles, tha hina me një shpi, tha me vjedh. Qysh kom hi mrena, tha e këshin pas shumë muzik, a gjem Ramadanin kongën pendime. Tha t'ja nisa... A dem Ramadanin? A, qaj. Qashtu se... Pa se shpinjone. Ne përzive dëshmorin. Po, dëshmorin. E, tha, e këshin shu kongën pendimi, tha une, tu koj qashtu, tu koj qashtu vjefësha. Koj pëndova dhe. Tha dhe qashtu tu koj tërë, dha, kesh, e kesh, e kesh. Thash, o, thash, Dani, thash, të punë, thash, veç të ti, thash, që shto njën. Mëre, thash, kur gjëti, thash, një kushereja me ka djallin në burg, e, ka thinë telefon, Ahmet djalli, qysh pa kalën në burg, a i ty be babe mirë, shumë mirë, 3 herë ndite po në epin buk, e kemë në zetë, u knaqëm, babe, e kom krevetin tem, veç vetë flejnë to, ke u djalli jem, tha so mirë, ruju mos bëshere se po të përzojnë pe i burgu. Kesh, a i po dhe tha, kur që ajo tha erdi dhe tha një gru, po dhe tha erda me lajmru një rast dhonimet, kë mirë, tha ta shtu e marë më pytja kishë bo, a zoj, a ka mundësime nga të regu, si u ka dhunuar krimineli, ajo, qësh më ka dhunuar, pa i ty be, mirë shumë. E qëtën plus 18 ashe. Po, ja. Po që se prisha tu kalzu, kesh, tash ogani, vlovi jem, thash që, thash se u bënë më horë, që u ikim pe qitë ujë, thash se dhe që mo krejt për nga këqyrin. Tha, oj, hyrë, tha, po veç për që ata, tha, e du profesionin tem. Tha se qka shota, qka s'ni, ku mës me dasht punën. Thash ty begani, thash loqken e zemrës ma ki knash. Beso fort, thash për në kikëzu. Bile një shëk i jemi, pi limi, thët, ta duash punën që punon, është gjëja me për afërt me lumë të urim. Absolutisht. Hajde. Të shkojmë, a? Te kush, te që të pi limi, a kush? Po. Mirë. Gjumi mua nuk më zë, tuj me më përti, me zi presu pandurim, dhe her në shtëpi. O me zi presu pandurim, dhe her në shtëpi. Kam dëshirë t'jodhem, se ri në kujtime, do gji shpirtin shkatroj zemrën, mu dashnorja ime. Kam dëshirë t'jodhem, se ri në kujtime, do gji shpirtin shkatroj zemrën, mu dashnorja ime. Gjumi mua nuk më zen, tuj me ndu për ti, me zi presu pandurim, dhe hem në shtëpi. O me zi presu pandurim, dhe hem në shtëpi. Kam dëshirë t'jodhem, se ri në kujtime, do gji shpirtin më shkatroj zemrën, mu dashnorja ime. Kam dëshirë t'jodhem, se ri në kujtime, do gji shpirtin më shkatroj zemrën, mu dashnorja ime.
shkatroj zemrën, mu dashnorja ime. Kam dëshirë t'juve, se ri në kujtime. Do që shpirtin redon, shkatroj zemrën, mu dashnorja ime. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma shikues të nderuar. Ju përshëndes të gjithë juve, që jeni shikues të rregullt dhe me korrespondencë. E përshëndes jurin Eurovisionit 2022. E ka dridh Ronela Hayati. Ja u ka shti vibrimin edhe jurijes. E ka shmontu Eurovision. E kumti Ronela në telefon. Urime oj loqk me qëtë move. E ke kall Eurovisionin. E ke të rëndit. Zemra, rao, ti je. Të pull fort, Ronela. Tani kam një intervist, okej? Dëgjohemi pas pak. Për muzik, për fulihet. Se nuk marrë vesh sen muzik unë. Po dhe tis për mesh e vesh sen. Thojë ti kam ata të porë që e ndëgjum kongën me mu dhe me ty. Atë kujtohet që shteshin, o zemra, erdhi hiti, je gjigante. Unë të mendu që edhe unë jem gjigant të nejtë ofër teje. Edhe na kanë mashtru, se konga nuk i shkon kërka. A për skenë, për performancë, e ke të rëndit, oj zemër. Oj zemër, vibrim i ke dhonë elektricitet publikot. 221. Imaginaj, juria e dim se s'ka votu. Se nuk ka guxu se kur këshin shku në shpet e grot e veta. Grot me hunë për pjetë qume. A e votu të Albanian? A i knaqet sytë të e këqyr live aty? Edhe veç kur po bën telefoni, abonenti momentalisht është i fikur. Na e kena këqyr familjarisht të Eurovisionit. Deri kur ka dal Ronela në televizion, nuk e kum ditë që televizioni jam ka vibrim. Erë boba prej dhëmës vetë në salën. O, sa pas ke botën e mirë. Shumë po din me dridhë, boci, shumë po din me dridhë. O, sa botën e mirë. Shumë po din me dridhë, boci, shumë po din me dridhë. Ronela. A, sa ka botën e mirë. Shumë din me dridhë, zama, shumë din me dridhë. No, o ti njeri, shka dhëmë tonë dhe më së mundë, qka t'kish nevoj na t'i bina prej salunit? Veç që ka ko boba digitronin? Boba, ne në marën këndën në rëzën, këndën në rëtullën. Me doshtë edhe loj më t'i shumë. E kanolin të ndërën. Në mikrofon me ju është Laura Konda dhe unë Eles Biberaj, po ndish një zërin Amerikës në gjuhën Shqipe. O, Bob, lezërin Amerikës, lëshoma këtë zë Shqipërije, se e mërzit për Shqipëri. Janë nisi konga, qohu, 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 qohu. A ka një macchiato për mu nga mëre? E më nëj durën pështë, bijat kajshin, o vlo, tuna. Ja, tuna thash, e ka pos dërën ma pështë, po që dini ju anë se kjo ka për bura, s'ka ka për fejnë. E ka që e dërën tjetër krak. Qka ke zogë që është të zëngjumi, a thuno thaku të zuri. A ke buke, a ke uj, apo të plosi dhe uj huj. Se të rinë në Itali atje, dhe një lorë gërbet është i rondë na e. Edhe i pa ta thonë, hinë ma të kongën e famshme. Të regjës, që u regjë. Regjën me përkëthy anglisht gjithë dhe dhezë. Edhe hinë thisha, si rëk. Ej, stand up regjo, stand up boy. Stand up regjo, go të sona. A big dorsëm pot banana. Unë ku pas me një dhe me kongën e Adelina Ismailit.
Sa i zezo, o moj sa i laro, gjikale moj, Eurovisionin no. Nuk e kalla unë se jam delije, e kalli Ronela me altije, pa. Ja nisi me qitë alti komve, pa, këtë juria këceshin në kom. Edhe, motra, e ke djeg, plumt, jetu e mush Tel Avivin, Spanjën, krejt më rështë të elektrizu publikën, edhe mos me ndë që e kërit. As njëherë, unë të përkroj gjithë mund. Ma shumë në kanë kërit, këta në politikë që 20 vjetë në kanë rejtë. U po liberalizimi, gotin këfacilësht, të buër. Kalov shemir notën e mirë. Ne kemi kaluar në momente promocionale. Zonja Zotri, ata janë të dy bashkë një duet, dy doajen të këngës, për vitet të tëra ja kanë thënë, dhe kanë thënë shumë çka nga bota e muzikës. Do të vinë sonte për të promovuar këngën e tyre, për ju, për ne, për të gjithë, Ylmize Tafallari dhe Hete Matoshi. Ajde Ylmize, Shkojmë pak ma për para, mirë serë. Ylmize, si je? Si ja kalon? Mirë, faleminderit Zotit, peshti. Si shkon kënga? Si kret dynjaja, mirë. U bën goxha karriera? Po gati 30 vjetë. O, bajagi. Po qysh vajza 35 vjetë? A 5 vjeqare e nise me kënua? Para se me le. A para se me le, Se nana tu këndru në shtazon, nana. Ajo tu këndru në ka shkrytë në karrierë. A këtë rëshik një vërtet? Nana ka këndu si vajzë, kështë në atë kohë, kush ka gudzim me thonë për këndoj. Po, në regull, kërësor, në përdos ma kanë kënu. Po, me defa. Me defa, me... Fjallën, zirë fjallën, një grupë vajza që i falenderit nga zemra, që jenë mënu me këndu kur një martu në Mihria, e ta shtu mës ditë fort me kënu, e të këtë qëtën Mihrije, o me dy ku. Këta mi serve. A që në brenda jo kohë. Po, të lutëm. Si jetën? Mirë po këllon. Hej, apo ke problem? Unë e kom shumë problem në artësin? Ja, unë e kom marak në artësin. Tash, qaj bjena jo? Paraglajdist, ja? Po. Paraglajdizm. Po. Kur e fillove këte? Po kam fillu që një 2 vite. Që 2 vite? Mas pari që ka bune? Që shë kalove kështë të parën herë? Po, mas pari, këta kom pas se zëshir nga fëmiria. A prej fëmirie? Edhe, për mes rrjete sociale, jëmë taku me të Fadil Gërgurin. Fadil Gërgurin, mira herëm ka thiri, kom thonë, o Fadil, nuk mujna, sën pjesën e për me bërtasim, pjesën e posht me e mushim, ma mirë që janë i të Edhe, në të vështirë, po të këmë pa, të kam për cilë, eshe? A tu kanë bërë shumë fluturime dhe i tash? Po. Sa i ke bon? Jo, 50, po. 50? Po, tash, veç më lorë, tash 60, po, kur kemë gare. A din më të bukrën? Kanë fluturu grupi Korona edhe Leci për Stockholm. Edhe janë ta krejtu frigu për aeroplani, Leci ndje nuk është frigu sa i ka pas pun me aeroplana shumë. Edhe tashi, kur zbresin aty në Stockholm, kanë me shku për Helsinki, hypin anije, tash Leci po tutet. Edhe i thoi, qa ki Lec? Thët shu i se tutna, thët, po pse po tutesh? Një anije madhe, Silja Lajna, 14 katë, mrekulli. Edhe thët, po nuk di me në tue. Edhe tash Ylberi i thët, po pse ti jam e fluturu din që su të të shatja, ha? Taki se ki ke problem. Tash lirisht i munësh me ngu stjuardesën, edhe në gjufshin ti... E pa bukur shumë. Një duet me Ylmizën, dy këngëtarë, me gjitha të me shumë përvoj, me shumë vite në botën e skenës. Kush ku kja propozoj duetin? Kjo është kanë autori këngës. A dhe autori këngës, si e? E ka punu, e ka bo tekstin, edhe kemi këndu bashkë. Edhe ke ftu kolegen. A kemi këndu bashkë kështu në përdasma, në përmbrëmja? Jo, s'na ka ra, fort veç kështu në përgjirime. Disa her po? Se s'kom pas shef, a dio në fort... A jo, a? Diqysh, a i... Unë e shumë me ndjemadhe, po me shaka. Të lutëm. Po e shohi me ndjemadhësin, bashkëpunimi ka arë, pa asni problem. Tekstin muzikën veti ke bërë? Po. Kush e ka orkestru? Hysnik Linaku. Hysnik Linaku. Këtë ja që më reklamë, ja, absolutisht. E keni bërë klip?
Jo. Jo, për herë parë po e promovoj këtu. Po e promovoni për herë parë. Sa Liza shkrim sa në Odeon, pas që shku ti e shefi. Sa që ti thash na shkojmë, s'ka problem. Hetemi është modest, dhe më kujtu se më ka thënë kështu, dhe i thash, hej, javën tjetër kemi qirim, që thash të unë harroj, pastaj i bëhat nomi kjo. Po s'ke faj se nga kesë. Po jemi miqë, tonë dhe... Skena është për artistët, për këngëtarë, duhet absolutisht gjithë keni të arim, gjithë gjërat e bukura t'i bëjmë, e t'i nxjerrim në skenë. E promovojmë? E promovojmë. E kollim! Pirmizet e fallari, hetem atoshi, skena për juve. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Falë Zoti për qenë, se që mi lujte me në të kres. Shumë ma mirë mos kisha po, se kështu zemre sot me vëro. Shumë ma mirë mos kisha po, se kështu zemre sot me vëro. E kemi këtu mikun tim të mirë, Leutrim Gërvalla. Zërin nga më të bukurit, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta, na Si e Leutrim? mirë faleminderit. Jo? Si ke kalu? Mirë, super. Mirë je? Mirë faleminderit. Me disponimi e mirë? Super. A? Super, gjithçka është. Qysh po shkon kënga? Mirë, kënga ka ecë shumë, është mirë prit shumë mbi publikut. Mas pare ju falenderoj për ftesën, edhe jam shumë i lumtur që jam sonte pjesë e emisionit ju. O Leutrim,
Ti po flet veç për këtë kongë, shumë kongë ke bo, edhe kongë bukra, edhe që i dojnë të gjithë. Është e vërtet. Është e vërtet, po faleminderit shumë. Une faktikisht I kom 8 kongë, kjo është e 9-ta që është punu. Me radhë. Me radhë. Edhe kismet në tardhmen do të ketë edhe tjera. Edhe të tjera. Kom punu në për shumë kompozitorë të ndryshëm. Me cilët mas shumë ti? Jo mas shumë ti, me cilët? Me Ilir Beranin, Florent Boshnjakun, Nurtelin, këta të fundit e kom bo dhe me thonë te Nurteli. Te Nurteli! Edhe përshëndet shumë. Edhe tekstin kush e ka shkruar? Tekstin e ka bërë Nurteli komplet me orkestrem edhe me të gjitha. Klip e ke bërë? Klipin e kom bërë te A-Film Production, te Adriatic Aslani, cilin e falenderoj shumë për gjitha edhe që ka bërë për me realizu për klipin tonë. Mirë, Leutrim, muzika? Muzikën e ka punu Nurteli në solo. Cila muzikë pëlqen më shumë? Për muzikë, faktikisht, se tash me Nurtelin nga paske hiti fellutave diçka tani. Po i tash diçka është ka zijet, po tash ka zijet diçka. Për muzikë, jëm rrit me muzikë popullore. Mas pari, unë kom fillu me kënu prej moshës 7 vjeqare. 7 vjeqare. Edhe kom cek në për shumë intervista, po... Ka në ki idol kështu? Idol... Kom shumë këngëtar... Ko shumë bo shkaktar që janë nise me kënu? Shkaktar për mund gjithmonë është konë familja jeme. Familja. Prind të mi, që pa ta, unë nuk kisha mujtë me konë sot të ku jam. Absolutisht. Edhe për kraja e madhe e shoqënisë. Rrethit edhe gjithë atyne që mdojnë edhe I du shumë. Edhe unë jam sot I knaqën këtu ku jam. Hej, Nja 30 herë një jetë është dashtë me qenë musafir të kunë, se kështu e kemi pas me mene, edhe ti edhe une. Diçka vonë nga ka shku, po është më rëndësi që sonte do t'ja bojmë bam edhe bim bashkë edhe në tardhmen, gjdo kongë jemi këtu bashkë. Faleminderit shumë e shumë knasi. Të lutem, A je knaqën me orkestrimin e Nurtelit e me këtu me? Po, jam shumë I knaqën, ka shumë portale për shembull që më kanë shkruar rreth tekstit, pse dashnia vjetër. Po, një me qafë është punë kështu, kjo dashnia vjetër. Me thonë drejtën, kjo është, në këtë konë mund me gjetë vetin shumë kush që ka pas, do me thonë, një dashni dështume, ose një dashni të kalume, nuk ka diçka të bëj personali me mu privatisht, po kjo kongë, këtë kongë besoj edhe shumë kush mundet me... Mase ka shku tekstin Nurteli, mës ta ka fut kjo ja ty? I ka qitë bjene të veta, emocionet të veta atje. Po bukur shumë. Mirë, qka dëgjon ma shumë? A dëgjon veç muzikë popullore, a dëgjon edhe kështu? Kënoj edhe në përdasma, zakonisht. Kënoj edhe në përdasma. Orkestrin? E ke? Orkestrë temen personalisht nuk kom, her pas here që shkoj, hala nuk e kom gjetë një band përshtatshëm që mundet mu me mirë po këndon. Pjesë jamja po këndoj, po shumë shpejt besoj që... Ta ka zoti zonin në Leutrim kënon me qka dush, një def metalion mëro, pa ti ja kërse. E vërtet, unë që shtu e thamë, mos djelë se po lavdoj, që shtu e thamë për veti, veç defi bëmi për mas. Edhe ja nisi me një herë. Po ta shtu pëjdojnë popli për që ata. Edhe unë njës nga preja saj që... Mirina të re, kjo miria, papuqet me vija, doktorica që nalgjet me këtuja. Mirë, Leutrim, repja të qenë, hip-hopi, R&B-ja? Po, ndëgjoj edhe rap, po me këndu kështu rap, nuk... A ke provu në herë? Nuk kom provu drejten me të. Veç kështu që me ndëgju e ndëgjoj. E ndëgjan. Edhe pse jo, ka njerë provoj kështu, po jo, si me thonë që... Me që jemi të muzika popullore, tashi, ka shumë këngëtarë që të pëlqejnë e këngëtare? Po, më pëlqen Linda Hakaj shumë, Lindita Hakaj. Po? E përshëndet shumë. Këte ajo, prej vitit 2012 dhe në vitin 2014, unë I kom kryu 3 vjetë solo këndem. Edhe më kanë dimu jashtë zakonisht shumë për me u zhvillu, do më thonë, si zo dhe si vokal. Më pëlqejnë shumë këngëtar, Dani edhe shumë tjerë më pëlqejnë, po Lindita Hakaj mbetet Susja, profesoresa! Bukur shumë. Leutrim, a promovojmë këngën? Po.
Dashnia vjetër kja? Dashnia vjetër. Kë Nurtili, Ma vonë kë, e bani fashtosi kë si ta jo konga... Unë e kom fillu me dy shu që tash mos u preke ti në i kon me këtë dashnin e vjetër, se si shumë... Apelin që shi gjuna jo, Miria Gurt kënenaj. Jo, për mu veç, për mu njerë për njerë nuk ka dashni, veç nëse Sofia dhe të uta mujnë me bo diçka. Ja po, apelina po thët që begi mos ju mpreku në për nej dashni vjetër. Po, na imi mos e gjetë vetëm. Unë aty nuk përzina, nuk e di. Jo, unë aty nuk e di. Leutrim, e din kjo që ka shkua jo ku, ka hec. Aty nuk e besoj që... Ka hec kjerë, jo Leutrim, hajti se me dita jo me pak në shumë. Naim! I kishë qitë. Po bukur shumë. Brinat. Kemi me talon skenën, kemi me t'i dhonë dorë trokitjet e botës. Falimderit shumë. Në realitet, dorë trokitjet i meriton gjithmonë për një zët të jashtëzakonshëm. Falimderit edhe njëherë, i përshëndet shumë familjen teme, edhe gjithë shoqërinë që më ka përkra. E përshëndet edhe vllahun tem Kujtimin, i cili u kon iniciatori kësaj konge të fundit, se une nuk masi e kom përfundu kongën të Iliri, kom dashtë pak me pauzu, se une zakonisht kur kom bon në i kongë, për shamull, kom pauzu për shamull një vjet ose dy. Ja jep pak hapsira? I kom jep hapsirë, do 3 muaj. Tash mbas besoj që ka me pas... Pak ma shpesh. Pak ma shpesh. Po bukur shumë. Edhe na i përshëndesim nga zemër prin tu, familjen tënde, bashkëpunëtor tu, do t'jemi suportus tu në çdo moment. Edhe sot kemi me dhonë shumë dorë trokitje. Shumë falimderit. Sjena për ty. Falimderit. Falimderit shumë që je sot me ne. Falimderit shumë me friteje, gjemë shumë një. Shkojmë. Kemi fillu tash me bërë si slogan.
kallim e mbyllim. Do të doja në këtë mbrëmje absolutisht shpesh herja u thamë kështu në jetë, por rallë përmes televizionit, dy prindëve të mi që i dua shumë, sidomos nëna ime. E në sekretarën, kona e para se me përmbyll përfundimisht për sonte, do doja ta falenderoja shumë butikun Ajna këtu në Prishtinë që sot është për kujdes për veshjen time. Faleminderit shumë. Ishte kjo e tëra. Fleni mirë, ndroni bukur, zgjohuni në pace. Natën e mirë, miru pafshim javës tjetër.